Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, tensionet kanë arritur kulmin, veçanërisht mes dyshës, Gjesit dhe Eglit. Debatet mes dy konkurrentëve janë bërë gjithnjë e më të ashpra, duke reflektuar jo vetëm ndjenjat e tyre personale, por edhe strategjitë e lojës që secili prej tyre po përpiqet t'i mbajë. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Një skenë e veçantë ndodhi kur Gjesi drejtoi akuzën ndaj Eglit duke thënë: "Ti paske lujt me mua, po shikohet çdo gjë këtu." Kjo fjali shpërtheu një valë reagimesh duke e forcuar edhe më shumë atmosferën e konfliktit brenda shtëpisë. Në përgjigje të akuzave, Egli u shpreh me tone të hidhura duke theksuar: "Jo mua se ul vetën tënde, ti kapesh me mua se do të vish te Egli." Më pas Egli i tha: "Ti i don ato që vetëm të bëjnë keq. Unë erdha mbrëm dhe të mbulova dhe asnjë faleminderit nuk më the." Më pas Gjesi u shpreh se ti paske lujt me mua duke u kthyer kundër. "Por unë nuk jam viktimizuar si ti duke më thënë të dua. Ja, ti je shembulli se si je kthyer kundër."